Në një seancë të tensionuar të Kuvendit të Kosovës, kryesuesi i seancës i bëri thirrje partive parlamentare të propozojnë emrat e anëtarëve për komisionin që do të organizojë votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Megjithatë, partitë kryesore politike përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike e Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Listën Serbe refuzuan ta bëjnë këtë. Në sallë ishin të pranishëm 108 deputet, prej të cilëve vetëm 51 votuan për kërkesës, ndërsa nuk pati vota kundër apo abstenime. Një përfaqësues i partive i kërkoi deputetit kryesues që të respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila në një vendim të dhënë të shtunën u shpreh me një qëndrim të paqartë lidhur me ngritjen e komisionit për votim të fshehtë. Sipas kushtetueses, deputetët kanë afat 30 ditë deri në fund të muajit korrik për të konstituar parlamentin. Gjykata gjithashtu ka cilësuar seancën e parë të Kuvendit më 15 prill si të papërfunduar, duke lënë ende të hapur procesin e zgjedhjes së kryetarit dhe konstituimit të institucioneve. Situata mbetet e paqartë dhe tensionet politike po vazhdojnë të pengojnë proceset parlamentare, ndërsa qytetarët presin një zgjidhje të shpejtë për stabilizimin e pushtetit në Kosovë.